Në një shtet ku kushtetuta është më shumë se një dokument, është premtimi themelor për ekzistencë dhe veprim institucional. Heshtja e presidentes së Republikës përballë dështimit të kuvendit për të konstituuar brenda afateve kushtetuese është më shumë se një mungesë qëndrimi, është një dorëzim i funksionit që i është besuar. Kështu ka shkruar analisti Baton Haxhiu. Kur kalojnë 30 ditë nga shpallja e rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe kuvendi i dal nga vullneti i popullit nuk arrin të marrë jetë institucionale, shteti nuk ndodhet më në krizë politike, por në krizë të qenies. Në këtë krizë kushtetuta nuk kërkon vetëm të lexohet, kërkon të mbrohet. Dhe garanti i saj nuk është askush tjetër përveç presidentes Vjosa Osmani, e cila siç thot analisti i njohur, nuk është thjesht një figurë e vendosur në neutralitet. Ajo është juriste, njohëse e sistemit, personifikimi i unitetit institucional. Sipas Haxhiut, heshtja e saj nuk është qetësi filozofike, por është braktisje e obligimit për të vepruar kur shteti hyn në vakum. Kushtetuta nuk është hartuar që të bllokojë funksionimin e shtetit, por që të detyrojë aktorët politik të veprojnë, të ndërtojnë institucione dhe të mos lejon zbrazësi. Në këtë kontekst, presidentja Vjosa Osmani duhet kishte vepruar, të thriste palët në tryezë politike, të kërkonte kompromis dhe në mungesë të tij të dërgonte çështjen për interpretim në gjykatën kushtetuese, jo për të marrë autorizime që nuk i ka, po për të kërkuar sqarim institucional mbi një situatë që nuk ka precedent. Nuk është e lejueshme që një republik të ngecë në ciklin e vet përfaqësues dhe presidentja të sillet si një lektore e pasivitetit që e sheh krizën si ese abstrakte. Funksionaliteti i shtetit është përgjegjësia e saj. Heshtja e saj e zgjat gjymtimin institucional, e bën republikën një formë pa përmbajtje, ka shkruar Baton Haxhiu duke theksuar. Nëse presidentja nuk e ndjen peshën e këtij obligimi, atëherë gjithë teoria e saj për unitet, integritet dhe maturi kushtetuese bie në peshën e një realiteti të hidhur, se Republika nuk ka garant, por një figurë që ka zgjedhur heshtjen përpara përgjegjësisë. Në një demokraci më shumë se dija formale kërkohet ndershmëri kushtetuese, edhe me sa duket presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ka humbur të dyja, ka shkruar analisti i njohur duke potencuar se kjo situatë krijon një precedent të rrezikshëm për të ardhmen e Republikës, se edhe kur kushtetuta shkelet në mënyrë flagrante, garantët e saj mund të zgjedhin të mos reagojnë. Duke komentuar krizën institucionale që ka kapluar Kosovën me mos konstituimin e kuvendit të dalë pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit, Baton Haxhiu shkruan se presidentja Vjosa Osmani, nëse vazhdon të heshtë, jo vetëm që e lë vendin në vakum, por vendos dhe një model të ri, se krizat mund të menaxhohen në neglizhencë, se funksionet mund të mos ushtrohen dhe askush të mos mbaj përgjegjësi. Dhe për ata që përmendin zgjedhjet e reja si zgjidhje, duhet të thuhet qartë, pa konstituimin e kuvendit nuk mund të ketë as shpërndarje parlamenti dhe as cikël të ri zgjedhor. Bllokada prej 30 ditësh nuk sjell zgjidhje automatike, përkundrazi e betonon krizën, sepse për të shpërndar kuvendin ai duhet më parë të ekzistojë si trup funksional. Prandaj në këtë gjendje shteti ngec jo në tekstin e kushtetutës, por në mosveprimin e atyre që duhet ta mbrojnë atë. Nëse edhe presidentja e Kosovës e sheh këtë si normale, atëherë ardhmja institucionale e vendit është lënë në dorë të rastësisë. Nëse aktorët politik nga partitë deri te vet presidenti i Republikës nuk e zgjidhin urgjentisht krizën e mos konstituimit të kuvendit, qytetarët kanë çdo të drejtë morale dhe demokratike për të mos i njohur më si përfaqësues legjitim. Ky kërcënim qytetar, moral dhe politik, ndonse me tone të ashpra, mbetet brenda kornizave etike dhe demokratike. Ai përfshin masa simbolike të mosbindjes demokratike, si refuzimi për t'i votuar, mos pjesëmarrja në aktivitetet e tyre publike, apo dhe mos lejimi hyrjes së tyre në institucione. Baton Haxhiu kujton se në vende të tjera është dëshmuar fuqia e kësaj forme paqësore ndëshkimit institucional. Kujtojmë rastin e Bosnjë e Hercegovinës në vitin 2013, kur mijëra qytetarë rrethuan parlamentin dhe nuk lejuan politikanët të largoheshin derisa të fillonin të kryenin detyrën e tyre. Edhe në Kosovë mesazhi është i qartë. Legitimiteti i pushtetit buron nga përgjegjësia ndaj qytetarit, edhe nëse kjo përgjegjësi neglizhohet, atëherë qytetarët duhet u mohojnë përfaqësuesve të papërgjegjshëm privilegje
ligjin e përfaqësimit, pse jo dhe presidentja t'ia tregoj vetë dhe t'i pri protestës. Prandaj një protestë e tillë e udhëhequr nga presidentja Vjosa Osmani do ishte një hap i rëndësishëm drejt rikthimit të funksionalitetit të institucioneve dhe respektimit të kushtetutës. Nëse partitë politike vazhdojnë të injorojnë detyrimet e tyre, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë ndryshime përmes mjeteve demokratike dhe të sigurojnë që zëri i tyre do të dëgjohet, ka shkruar Baton Haxhiu. Nëse deklarimet zyrtare flasin për një përkeqësim të papritur shëndetësor, burime diplomatike dhe reagime ndërkombëtare ngren ndryshime serioze për anulimin e takimit me Donald Trump dhe presionin mbi presidentin serb që tërhiqet nga vizita në Moskë më 9 maj, këtu qëndron arsye kryesore pse Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, ndërprer vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara dhe anuloi një takim të paralajmëruar me ish-presidentin amerikan Donald Trump. Arsyeja zyrtare ishte një përkeqësim i papritur gjendje shëndetësore, por konteksti politik që rrethon këtë vendim e tejkalon natyrën personale të këtij zhvillimi. Vizita e planifikuar e Vučić në Moskë për paradën e 9 majit ka shkaktuar reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian dhe siç raportojnë burime nga qarqe diplomatike, ka prodhuar tensione të reja dhe me administratën e Donald Trump, e cila ndonse në opozitë ka rifituar terren të fortë në politikën globale. Kërkesa e stafit të Trump për anulimin e vizitës së Vučić në Moskë është përkthyer si një përballje mes interesave të qarta amerikane për distancuar partner ballkanik nga Kremlini dhe ambiguitet vazhdueshme e serb që përpiqet të mbajë lidhje të bërëspeshuara me të gjithë. Në këtë rrethant, strategjia të mos e mërzisë askënd që Vučić ka ndjekur me kujdes ndër vite ka nisur të dështoj. Zërat kritik në Bruksel shohin pjesëmarrjen e tij në një ceremoni simbolike ruse në kohën e agresionit të përmbajtur të Moskës në Ukrainë si një akt sfidues, ndërkohë ekipi i Trumpit që po përpiqet të vendosë distancë qartë me Putinin e konsideron këtë si një gabim të rënd diplomatik. Nëse Vučić është ndjer realisht keq fizikisht, kjo nuk e përjashton faktin që personi psikologjik dhe diplomatik që po i bëhet nga të gjitha anët është më i fortë se kurrë. Ai ndodhet në një pozitë ku nuk mund të kënaqë as perëndimin dhe as lindjen, pa rrezikuar kredibilitetin në njërin anë apo tjetrën.